За 2026 година од буџетот на јавното претпријатие Државни патишта се обезбедени 2 милиони евра за главното проектирање на патот Тетово-Призрен, изјави заменик министерката за транспорт Калтрина Зеколи. Таа очекува наскоро да биде објавен тендерот за проектирање. За отворањето на тунелот разговарале и со премиерот на Косово Курти, за да се види дали ќе се обезбеди некаков грант. Më vjen keq që duhet ta them këtë, por patjetër duhet ta kalojmë pjesën e projektit kryesor. Pa projekt neve nuk mund të dimë sakt sa do të kushton, sa do të zgjatin punimet, si do të realizohet e gjithë kjo. Ajo që na lidh me Kosovën është një tunel i përbashkët. Për këtë edhe me kryeministrin Kurti kemi biseduar se si të gjejmë një grant të përbashkët që të mund të realizohet, por neve njëherë na intereson kjo pjesa jon që të fillojmë, por patjetër njëherë duhet të bëhet projekti kryesor. Но дали Министерството ќе одвои средства патот да се отвори до тунелот, откако општина Тетово најави дека издвоила 18 милиони денари за отворање нова траса до село Шипковица. Kjo që ka thënë komuna është për tu përshëndetur dhe tregon se ata kanë gatishmëri dhe seriozitet që të shkojnë kësaj pune deri në fund. Padyshim që edhe në Ministrinë e Transportit ne kemi program ku mbështesim rrugët e tilla, jo përveç thirrjeve që i kemi nga kredia hungareze, kemi edhe buxhet të ministrisë dhe padyshim që një prej projekteve kryesore që është në interes tonin është edhe rruga Tetovo-Prizren dhe neve do ta kalojmë këtë në qeveri dhe kjo do të bëhet pjesë e fillimit të punimeve të kësaj rruge, se do t'i ndihmojmë komunës. Патот Тетово-Призрен се ветува веќе речиси повеќе од 20 години. Во јануари 2024 година, меѓу Министерствата за транспорт на Косово и Македонија беше потпишан договор за кофинансирање на проектот за тунелот, кој треба да биде долг 6,4 километри.